Përse mendon ose nga mendon se ka qenë burimi i thashethemit për lidhjet e tua me botën e krimit etj. Nga ka buruar? Sepse unë për shembull që këtë nuk e thosha dot atëherë, dëgjova që kishe potencial të madh, po këtë nuk e dëgjova nga njerëz që ishin të lidhur me botën e krimit, e dëgjova nga njerëz politik. E kuptoj. Kjo është, dhe aty është e gjithë kleçka. Unë arbër se një njeri që nuk vija nga strukturat e Partisë Socialiste, me një familje që siç e shpreha edhe më herët nuk kishin të bënin kurfar lidhje me politikën, por me sipërmarrjen po. Familja ime e madhe dhe e vogël gjithmonë kanë qenë në fushën e sipërmarrjes, kontribues të hershëm të ekonomisë lokale në Elbasan, por pastaj edhe të ekonomisë të vendit, se normal që ajo vjen deri në qytetet e rëndësishme. Dhe duke qenë një familje me potencial në qark dhe me një potencial jo domosdoshmërisht në Partinë Socialiste, por me një potencial pra ata që se din vjen nga fusha e biznesit, pra familja jote nga biznesi. Miqësie dhe hatri pa ngjyrim politik. Dhe që në fazat e mia të para të daljes në fushat, mund ta them e para ishte e papritur. Pra, shumë nga qytetarët e Elbasanit unë kam të sigurt që nuk e kishin pritur që Sara një ditë të ishte një, dhe ndoshta dhe unë do ta prisa nëse s'do ishte për deputetin që duam, sepse kur ndodh kjo që një parti hapet kaq shumë sa që çon kandidat për deputet që nuk kanë qenë më parë në struktura. Edhe unë po mos ishte ajo platformë, kur nuk do isha zbuluar. Përkundrejt dëshirës time që ekzistonte, por dëshira pa t'u dhënë mundësia ngel vetëm dëshirë. Unë jam koshjente sot për këtë. Dhe duke qenë se që në hapat e parë të daljes së emrit tim si një person i mundshëm për të qenë kandidate për deputete, shumë ka figurat e Partisë Demokratike të vendit patën një afrimitet me mua. Fillimisht për shkak të familjes time, fillimisht për shkak të njohjes që siç ta thash, hatrit në qytet për një familje e cila kishte kontribuar vetëm mirë për komunitetin aty. Më pas, edhe një lloj simpatie për figurën time, nuk dua as të ngjaj egoiste në këto që them, por ndoshta duke ardhur jashtë strukturave, isha dhe si opozit brenda partisë time. Pra një kandidate dhe një emër që vjen nga jashtë dhe ndoshta dhe shumë socialist, që mund të kishin pikpyetjet e tyre, por ndoshta dhe zhgënjimet e tyre që janë krejt normale, e shikonin Sarën si një alternativë shumë të mirë për të mbështetur edhe për dhënë mesazhet e tyre edhe për establishmentin e qytetit. Pra, e gjithë kjo histori dhe e gjithë kjo tymnaj, unë mendoj që nisi pikërisht nga frika se mos Sara vilte shumë vota nga thesi i votave të Partisë Demokratike.